Thoni lamtumir diabetit pa ndonjë ilaç, konsumoni këto ushqime. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë e vështirë. Prandaj çdo frut ose perim që konsumoni duhet të jetë i duhuri. Këtu në këtë listë sipas Healthline do të rendisim disa nga ushqimet të cilat ndihmojnë në stabilizimin e luhatjeve të sheqerit në trup dhe gjithashtu do të përmirësojnë edhe gjendjen tuaj imunitare. Sipas ekspertëve, këto janë ushqimet më të mira të cilat diabetikët duhet të shtojnë në dietën e tyre. Gjithmonë dieta duhet të jetë e veçuar dhe gjithashtu, sipas kushteve të tyre shëndetësore, mund të përdorin edhe ushqimet e duhura. Dietat e diabetikëve duhet të jenë individuale. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Në listën për personat që vuajnë nga sheqeri i lartë mund të përfshini peshkun. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimet më të mira për yndyrnat omega-3 dhe acidet DHA dhe EPA që ndihmojnë në zemrën. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti duhet të konsumojnë atë pasi janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qeliza dhe reduktojnë inflamacione duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Ushqimet e gjelbra. Perimet të tilla si spinaqi, lëmpjeta, sallatat janë plot me vlera por me pak kalori. Duke qenë se treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasur me vitaminën C që luajnë një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë të gjakut. Kanella. Kanella është e pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e syve. Studimet të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin të ulë kolesterolin dhe nivelin e triglicerideve. Vezët. Vezët janë vërtet një paketë me vlera të larta shëndetësore. Përveç se të mbajnë më gjatë të ngopur, nëse konsumohen rregullisht, ata ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet në zemër. Vezët përmirësojnë gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Kosi. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të mira për personat me diabet. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit ekuilibron sheqerin në gjak dhe parandalon sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që përmban. Te personat me diabetin e tipi 2, kosi ndihmon në rënien në peshë dhe ndihmon në sistemin tretës. Arrorët. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë më lehtë nga sistemi ynë. Konsumi rutinor i tyre arrin të reduktojë inflamacionet dhe të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Brokoli. Brokoli tashmë është i famshëm për vlerat e tij. Studimet kanë pohuar se brokoli ndihmon në uljen e insulinës në gjak dhe mbrojtjen e qelizave nga radikalet e lira që prodhohen gjatë proceseve të metabolizmit. Vaj i ullirit. Vaj i ullirit ndryshe mund të quhet si balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është parë të jetë në shifra jo të shëndetshme te personat me diabetin e tipi 2. Gjithashtu vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij për të patur gjithashtu edhe një zemër më të shëndetshme. Arrat. Në përgjithësi arrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Çdo lloj arre përmban një sasi të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyrna mund të përmirësojnë gjithashtu edhe problemet tuaja të kontrollit të sheqerit në gjak. Çaji gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj. Çaji është i pasur plot me antioksidantë. Shumica e mjekëve sugjerojnë që të pini çaj në baza natyrore ditore, çajin jeshil ose të zi, për sa kohë që është rreptësisht pa shtuar sheqer. Patatet e ëmbla gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë produktive për të shtuar në dietën tuaj. Ne të gjithë dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate që ka përfitime të mira për shëndetin dhe luhatjen e tij. Ato zvogëlojnë rezistencën e insulinës, ulin kolesterolin dhe gjithashtu parandalojnë edhe rritjet e niveleve të sheqerit në trup. Vaji i ullirit është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira në luftën kundër diabetit.
Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor që kontribuon në jetëgjatësi dhe në një mënyrë të jetesës më të shëndetshme. Tërshëra. Tërshëra e ndihmon trupin tuaj të ngadalësojë shndrimin e karbohidrateve në sheqerna. Ato janë të ngarkuara gjithashtu edhe me fibra. Kanella. Një nga gjërat më të mira për kanellën është se është një zhvendësim shumë i mirë i sheqerit të ëmbëlsirave. Studimet sugjerojnë se ajo mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe të mbajë larg komplikacionet. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe shpargujt. Shpargujt mund të zvogëlojnë rrezikun e shumë sëmundjeve, përfshirë këtu edhe diabetin e tipit 2. Është sugjeruar se mund të rrisë edhe prodhimin e insulinës. Çokolata e zezë. Çokolata e zezë për sa kohë që është ekstra e zezë, sa më errët çokolata, aq më pak sheqer. Jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por është provuar të zvogëlojë edhe rezistencën e insulinës. Spinaçi. Spinaçi është i shëndetshëm, por për diabetikët është edhe më i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët dhe spinaçi është shumë më i mirë për të përfshirë në sallata. Farat e linit. 3 nga komponentët më të mirë për të luftuar diabetin janë të paketuarat e farat e linit, yndyrnat e shëndetshme, fibra dhe proteinat. Kosi i thjeshtë. Kosi pa yndyrë është një ushqim super. Është sugjeruar se kosi zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2. Avokado. Avokado ka aftësi për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu lufton edhe sëmundjet në zemër. Kale. Kaleja është seriozisht një nga perimet më të shëndetshme në botë. Zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe nivelin e sheqernave të atyre me tipit 1. Brokoli. Nëse ka një perime të bërë për diabetin, ndoshta është brokoli. Ai përmban përbërës të veçantë që natyrisht luftojnë diabetin dhe kontrollojnë nivelin e sheqerit në gjak. Madje mbron edhe nga sëmundjet e zemrës. Fasulet. Për shkak të fibrës që kanë, ato janë një pjesë e rëndësishme e dietës suaj. Burimet më të mira të fibrave janë në fasulet. Fasulet në bazat javore mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të glukozës në gjak. Vetëm mos e egzagjeroni me sasinë dhe shtimin e kripës. Manaferat. Çdo lloj kokre e kuqe është e mirë për diabetikët. Për diabetin e tipit 2 manaferat mund të rrisin prodhimin e insulinës dhe për tipin 1 mund të nivelojnë nivelin e sheqerit në gjak. Ato janë gjithashtu të pasur me antioksidantë dhe me fibër. Peshku. Peshku ka një burim të proteinave më të shëndetshme në dispozicion, por siç dihet për shumicën e diabetikëve, proteina është vendimtare për një mënyrë jetese të shëndetshme. Ashtu si arrat dhe farat, peshqit janë të pasur me omega 3 dhe njihen për uljen e rrezikut të problemeve shëndetësore. Farat, ato janë të pasura me yndyrna të shëndetshme si omega 3. Ato kanë pak karbohidrate dhe përbëjnë një burim të mirë të hekurit. Farat e lule diellit janë një zgjidhje shumë e mirë, por farat e kungujve janë me të vërtetë të mira për mbrojtjen e shëndetit. Perimet. Perimet si spinaçi, lëmpjeta, sallatat janë plot me vlera, por me pak kalori. Duke qenë se treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasur me vitaminën C që luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë të gjakut. Në dietën tuaj shtoni edhe vajin e ullirit. Vaji i ullirit ndryshe mund të quhet si balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancave HDL, që është parë në shifra jo të shëndetshme te personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij për një zemër më të shëndetshme dhe gjithashtu një organizëm më të fortë. Në dietën tuaj gjithashtu bajamet mund të jenë një zgjidhje produktive. Bajamet janë një burim shumë i mirë i fibrave dhe i proteinave. Ato përmbajnë gjithashtu magnez, madje më shumë se çdo lloj frut tjetër i thatë. Konsumi i 5 bajame në ditë mund të ruajë nivelin e glukozës në gjak dhe t'ju mbrojë nga problemet kardiake. Drithrat integrale. Drithrat integrale përbëjnë edhe një masë të mirë të fibrave, të cilat janë edhe si një zgjidhje shumë e dobishme për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme. Masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.